Si falen teravit dhe a lejohet të falemi në ato xhamia që i falin nga 4 rekate. Për teravit u përmend njëherë një pyetje më herët. Namazi i natës, do të thënë nuk ka dallim në sheriat mes teravi, namaz nate e kështu me radhë. Çdo namaz nafile që falet pas namazit yatsis deri në namazin e sabahut është namaz nate. Dhe ky namaz falet 2 nga 2, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salatul leili mathna mathna. Do të thënë falet nga 2 rekate. Namazi i natës falet 2 nga 2. Por ka transmetime që ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë rekate me një selam, ka fal 7 rekate ose 8 ose 9 gjithashtu. Prandaj mund të falen më e mira dhe ajo që është fjale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është të japë selam çdo 2 rekate. Por nëse njeriu duhet, domethënë ka nevojë që mos ndalet, atëherë i fal ato 4 rekate ose 8 rekate me një selam, por edhe me një ulje, domethënë duke mos ulur, sepse është ndaluar të bëhet namazi nafile i ngjashëm ose domethënë të bëhet njësoj si namazi farz, që të bëhen 4 rekate me 2 ulje, ose 3 rekate me 2 ulje, dhe thënë kjo është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse e falen në ndonjë xhami në këtë kundërshtim, pra nuk bën që të falemi me ta, dhe puna më e mirë, më e plota, më e sakta është falja e namazit natës, secilin, do të thënë çdo 2 rekate të jepet selam. Dhe më në fund përfundohet me tek, që të plotësohet namazi i natës tek. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad.